Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Të nderuar besimtarë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në temën e fundit javën e kaluar kemi folë për pastrimin e kufomës të vdekurit dhe rregullat, dispozitat, mënyrën e pastrimit të kufomave, dispozite në kështu me radhë. Tema që vjen dashur, që do të flasim sot është, s'ka dyshim se është mënyra, dispozita dhe mënyra e qefinusjes. Pra, cila është dispozita, hukmi dhe cila është mënyra dhe rregullat, dispozita të ndryshme që kanë bojnë me qefinusjen e të vdekurit. Pra, me mbështjell me qefin. Fillimisht dashur vëllezër, meselja parë është dispozita e qefinusjes. Mbështjellja me qefin e besimtarit është obligative, është farz. Pra është obligative, andaj duhet që besimtarët ta kryejnë këtë detyrë ndaj të vdekurit të tyre. Si argument dashur vëllezër është porosia që profeti alayhi sallam u tha shokëve të tij kur vdes një besimtar, tha pastrone me ujë dhe me sidër dhe qefinosne, mbështjellni me qefin. Ky është po nga suneti argumenti, kurse po ashtu ka ijma, konsensus të dietarëve dashur vëllezër që duhet mu qefinos ose mu mbështjell me qefin besimtarët pas vdekjes së tyre, pas pastrimit dhe para se me u varros. Pra është farz. Meselja dytë dashur vëllezër është çka sa dhe qysh duhet mu bë qefinusja, ose cila është pjesa që duhet mu mbulu me qefin, që kjo është meselja e radhës. Cila është pjesa, ose sa duhet mu mbulu trupi i të vdekurit. Realisht meselja para kësajna është kush duhet me mbulu shpenzimet e qefinusjes dhe të përgatitjes. Kjo është në rëndësi të dashur vëllezër. Kështu ka thonë dietarët. Nëse i vdekuri kalon pasuri. Atëherë qefinusja, përgatitja duhet bëhet nga pasuria e tij. Nëse ai kalon pasuri, atëherë qefinusja duhet bëhet nga pasuria e tij. Dhe kjo hyn para se më ndo pasuria tek trashëgimtarët. Kjo tash nuk është farz me kon çështu. Nuk është në atë aspektin, për shembull, don me pagu dikush tjetër ose me marr përsipër të kësaj është në rregull. Por qysh është rënditja, kush obligohet, në rast se mungon kjo, qysh duhet me vepru. Fillimisht, pra qefinusja duhet më bë prej pasurisë të vdekurit nëse kalon pasuri. Para se me ndo pasurin, para se me kalu tek të trashëgimtarët, pra nxerret që kjo pjesa që ka duhet harxhimet e varrimit, është fjala qefinusja varrimi. Meselja dytë, ose rastit nëse nuk kalon pasuri i vdekuri, por ka trashëgimtar të cilët i kanë rënë. Atëherë obligimi i qefinusjes, i harxhimeve, bie mbi fëmijët e të vdekurit. Pse? Sepse ata kanë pas për obligim me mojt babën për së gjalli,
dhe kanë obligim tash me përcjell edhe pas vdekjes. Po flasë qefinosja, ato që ka bëhen tek ne, nashta na vjen e folëm në fund. Ato drekat e dorkat e përcjellja që ka bëhen me ka 2-3 euro, ajo është tjetër meselë. Ajo nuk është obligim i kërkuar. Ata bojnë njerëz nga vullneti i tyre për me nderu pjesëmarrësit e kështu me radhë. Do të flasim nashta edhe për këto gjëra që por kur t'ju vjen rradha, po flasim për qefinosin që tash. Fillimisht për pasurisë e tij nëse kalon, nëse s'kalon pasuria, atëherë obligueshmëria e qefinit dhe përgatitjes i takon fëmijëve të tij. Sepse ata e kanë obligim më kujdes për prindin edhe pse ka qenë gjallë. Edhe tash të afërmit, mund me qenë djali, vllau kështu me radhë, por qysh është obligueshmëria për së gjalli që ashtu ka lënë edhe për së dikën. Nëse nuk ka trashëgimtar, ose të afërm, ose nuk kanë mundësi të afërmit të tij me mbulu shpenzimet e qefinosjes dhe të përgatitjes, atëherë obligueshmëria ka lënë në arkën e shtetit. Bejtul mal quhet në arabish, shtetit apo flasim për shtet që gjykon me rregullat e Zotit. Nëse ndodhon dietarët që bejtul mal arka e shtetit nuk e kryen, ose s'ka mjete e kështu me radhë, tek ne tash elhamdulillah viteve të fundit shteti realisht komunat, në shumicën e komunave të vendit, komunat po i mbulojnë shpenzimet ose shumicën, pjesën dërmuese të shpenzimeve të varrimit. Shumicën e komunave. Ata nuk e zgjedhin ashtu i postra, nuk është çdo të vdekur, elhamdulillah, kjo është një lehtësim për familjet. E nëse nuk është, ata kanë dietarët atëherë kanë thonë dietarët ka lënë obligueshmëria tek muslimanët. Pra duhet më mbledh besimtarët dhe me qefinos me pagu harxhimet e përgatitjes dhe me vorrus. Fillimisht pasuria nga pasuria e tij, nëse s'ka familja e tij, nëse s'ka mundësi arka e shtetit, nëse s'ka mundësi, atëherë ju mbetet obligim besimtarëve. Kjo çështja ose meselja e dytë e dashur vëllezër, fillimisht ke dispozita, pastaj kush obligohet ose qysh bëhet përgatitja. Meselja e radhës dashur vëllezër është çka është mirë dhe çka tek qefinosja. Fillimisht ajo çka është obligative. Pra çka është obligative mu mbulu me qefin. Kjo është meselja e parë. Janë dy mendime të dietarëve. Mendimi i parë kanë thonë obligative, pra farz është mbulimi i avretit. Çështë kanë thonë në mendimin e dietarëve. Kurse mendimi i dytë kanë thonë farz është mbulimi i krejt trupit me një qoftë një herë, që kjo është farz. Krejt trupin me mbulu, sepse kjo është ma e mirë për të vdekurin, duket ma mirë e kështu me radhë. Këto janë dy mendime, kjo dy dashur vëllezër është ma ofër, është ma shumë dietarë kanë përkrahur dhe është ma ofër edhe më mirë inshallah taala. Kjo pjesa farz. Pra pa që tonë nuk bën, minimumi një herë me pështil, edhe krejt trupin me mbulu, prej këmbëve deri në kokë. Si argument, dashur vëllezër, dietarët që kanë thonë se është farz krejt trupi, kur kanë vdekur disa prej sahabëve në betejën e Uhudit,
E për i tyre ka qenë edhe Hoxha i Profetit, edhe Mus'ab ibn Umerit, disa sahabit të mëdhej. Thuhet se Mus'ab ibn Umerit, kur ja kanë robën që e ka lënë, kur ja kanë qitë me mbulu, si ja kanë bërë krejt trupin. E kanë ngrej me mbulu kokën, ju kanë shpëlu këmbët. E kanë ngrej poshtë, ju ka zbulu koka. Atë për i të ka thonë mbulënja me robën e tij pro prej kokës, e pastaj këmbët ja kanë mbulu me një pjesë tjetër. E kanë marrë po si argument që duhet më mbulu krejt trupi. Çka është pra mustahab, është çka është e pëlqyer tash gjatë qefinosjes. Fillimisht është e pëlqyer që qefinosja pra të bëhet për burra në 3 pjesë, kurse për gra 5. Nuk po hina fort detajisht, se ato janë mesele më të merren ndoshta ata që i takojnë atyre që e përgatitin, por mirë është me ditë. 3 pjesë për burra, pra 3 prehet pjesa e parë, pastaj shtrohet pjesa e dytë, pastaj shtrohet pjesa e tetë, po 3 palë. Kurse për gra kanë thonë është mirë 5. Për shkak se gra do shpëzë edhe për së gjalli, për shkak në tëshmërisë së tyre, edhe rrobat e tyre janë më ndryshe, po veshen më shumë me mbështje dhe më shumë me kështu me radhë, për shkak që trupi i tyre është avret dhe do të me pasë kujdes. Mesela është çka është e pëlqyer qefini me qenë i bardhë. Me qenë 3 pjesë, me qenë i bardhë, ngjyra e bardhë. Pastaj është mirë që qefini poshtë me qenë jo me qenë i qinisur, por me qenë i bukur. Por mos me qenë në material ose në që as për gjallë s'kem që me përdur. Por jo edhe me të tepru. Tash na vjen mesele që janë të urryra, jo me qeni, se me bo sikur nuk ka nevojë, mi, po me qenë i bukur. Mesela radhë është vëzër është a bën më qefinos në mungesë të qefinit të bardhë, këti material që e përdojnë, a bën më qefinos në rroba ose materiale tjera bën. Gjithsesi mirë, por gjithsesi është më e pëlqyer me qenë edhe ngjyrë edhe me qenë materiali çfarë përdoret, por nuk prish punë në rast mungesë pranë të këtyre muqefinos edhe me material tjetër, me rroba ose me çebe kështu me radhë. Mesela radhë është çka është e urryer gjatë qefinosjes, pra mos me tepru për te asaj çka e kanë përmend dietarë që është e pëlqyer. Për shembull, dikush don me ka dosh babën, nonën e pështjell 1 herë, pështjell 2 herë, pështjell 3 herë, 4 herë, 5 herë, kështu nuk është, këto janë gjanat e urryera. Janë gjanat e urryera, sikurse që ne kemi disa gjana të disa shprehi jo të mira, i bojmë gjatë varrimit, por ndoshta do të përmendim në fund të këtyre meseleve. Sepse i bojmë kanë herë disa shkelje, njëti mundet me qenë i mirë, pse ka dosh babën, pse ka dosh nonën e mirë, po ne besimtarët dallohemi prej të tjerëve se ne punojmë me shpallje, elhamdulillah. Dhe hecim sipas shpalljes dhe në dritën e shpalljes. Qysh na ka thonë pejgamberi, qysh na ka mësuar, qysh të bën një herë, 3 herë, çka? Dhe sikurse që është urrejtur, ka një herë është ndaluar, me lënë mongu, ka një herë në disa raste edhe teprimi është i urrejtur në disa raste. Andaj, pra mos me tepru, ma tepër sa ajo çka është e preferueshme.
Po ashtu mos me shpenzu në qefin, pra me zirë në material diçka ekstra tjerve ose shtrejt, ose se nuk ka nevojë, sepse qëllimi është me mbështjell, me mbulu, mos më dok trupi avreti dhe me vorros. Si kjo është qëllimi. Dhe nuk ka nevojë me bosh shpenzime që qefini me qenë sa ma i shtrejt. E s'po flasim tani për tabutat ose sanakun që kanë fillu më varrosë ose pe i përdorin besimtarët fatkeqësisht, pa arsye, pa asnjë arsye, po i futin tafërmit e tyre në dheje, në varr, me sanak. Pse nderuar pja bën? Po ka qefqika. Subhanallah. E Zoti që po ka qef? Ka e ke nisti që tash? Ka e ke nisti Zoti. Qonë që atë formë që ka qef Zoti, mos e që tash prej hapit par me një formë që Zoti se dënë. Ose po ka qef djalli i vogël. Në i thmi, e ka po dikun, ja po në qefin, së në ka është të shëllëzër, këto po mdodhin dhe më thonë se po flasë tash nga përvoja. Mundet me pasë ndo një rast, ndo një rrethon, caktuar, që apo dhije, që ndoshta duhet me e fut, me sanet, ndoshta. Por në rrethonat zakonshme, nuk është e lejuar e dashur vëllezër. Dhe këto dallohemi ne prej të tjerëve. Andaj t'jemi të kujdesshëm. Mesela radhë është dispozita e këtu po përmeni diçka që s'ka të bëjë me vdek, po du me kallëzu kanë herë disa njerëz që kanë qenë me bë disa shpenzime të panevojshme, po kjo që po e kallëzojmë, kjo është edhe rrezikshme. Në një herë për herave kur isha në student në Medinë, dha atje u takojshme me haxhiler, të veneve tona, sigurisht, dhe u knaqemi me ta, na mërke modhe në atëherë, pak ma ndryshe ka pos, ma pak komunikim s'ka pos të rrjetet sociale që ka jenë tash, komunikimi ka qenë më i rrallë, rrethuj se nuk ka pos, ose shumë pak, dhe në orë haxhit përveç në haxh, edhe ishte knaqësi me nejtë me ta më të kushtë, mësë të qoftë, njëherë një haxhi i rrethit tonë, jo i Bardoshit, po i rrethit tonë që ka Prishtina, një djalë i ri, Allahu e rujt halo gjallë është. Tha hoxha koma nësi, tha në ma gjithë një kapo që se ka kërkosh në Prishtinë. Shpër zote, asë s'ka, zdi, në ma gjithë një kapo që se ka kërkosh. Që kur dalën atë në Prishtinë, më ditë që, po ka njerë dikur që i bënë disa gjana që shtëm, ose më bo varrimi maj, më përfolë që ta e kanë përcirë nonën, mashallah. Pra shpenzojnë ato ku nuk duhet me shpenzu. Mesela radhë është vëllezër është parfumosja dhe qefinit, pra lejohet pa dyshim se është, madje është e pëlqyer. Pastaj është vëllezër mënyra, dhe kjo është meselja fundit, inshallah po i bi si shkurt sepse nuk kemi, dhe kjo është mënyra këto kënë përgatitjet, tash është mënyra e qefinosjes. Fillimisht shtrihen 3 palët e qefinit, po flasim tash për burra, se të ketë burra kërkom. Shtrihen 3 palët njëra mbi tjetrën, 1, 2, 3. Thamë që është mirë burrat më qefinos me 3 palë, me 3 pjesë. E para, e dyta, e treta, secila njëra mbi tjetrën. Pastaj vendoset i vdekuri në shpinë, vendoset mbi qefin. Pastaj me pambuk vendoset i mbyllet vrimat e hunëve, dvezhve dhe vrimat tjera në trup, në që mos me dalë diçka eventualisht gjatë bartjes, gjatë lëvizjes e kështu me radhë. Edhe këto ka përmendur është mirë që të parfumosen, ka pak edhe ky pambuku që përdoret.
Pastaj dashur vëllezër, subhanallah, disa dietarë kanë pëlqyer që në pjesë me cilat ka rënë sejdë ti parfumose, la ilaha illallah. Ka pak parfum ekstra kjo është në ato gjymtyrët që kanë rënë sejdë. Subhanallah. Ati që s'ka rënë sejdë, çka me i bë? Zoti çorën ja boft. Shat Zotin. Është në humbje e madhe që njeriu me shku pa namaz të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj do të vëzër parfumoset i tërë trupi. 6 disa dietarë kanë pëlqyer që parfumoset mjekra dhe koka, flokët. Pastaj do të vëzër merret ajo pola nga ona e majt dhe i vendoset e mbulohet pjesa e djathtë fillimisht. Sepse është mirë që besimtari edhe për së gjalli, kur t'i vesh rrobat, është mirë e pëlqyer, mi vesh çdo herë mi dhon përparësi onës së djathtë. Çashtu është mirë. E kur të zhvesh, është mirë me e përdor të kundërtën. Kështu edhe kur të modh kpucat, edhe kur të vesh, është mirë gjithherë mi dhon përparësi onës së djathtë. Këto janë gjona, janë ndoshta finesa, po ka se vop. Është më mirë që ashtu. Është në dorën e djathtë, pastaj është në të majtën. Andaj edhe këtu veprohet, merret ona e majt dhe mbulohet krahu i djathtë dhe trup pro pjesa e djathtë e trupit, kështu veprohet herën e parë. Pastaj me palën e dytë pështillet njëtën prej onës së majt e djathta dhe kështu veprohet. Pastaj merret mas të majtës e djathta. Pastaj e dyta prej të majtës djathtën, pastaj merret e djathtën palohet nga ona e majt dhe kështu veprohet me të tri palët që kemi vendosur fillimisht njërin mbi tjetrën. Pastaj dashur vëllezër, pjesa nëse tepërohet diçka, më shumë ka koka është më mirë me qenë. Nëse tepërohet diçka shumë, ja, hikum edhe në rregull jena, s'ka nevojë me lën ato. Për shembull, kanë prej shefinin shumë gjatë, kur ka ora e kom pak i shkurt, edhe ka tepruar gjysmë metre. Pse me çu poshtë se 1 metër, e prej me gërshon dhe nashta na vjen diçka mos me çu poshtë. Dhe e fundit lidhet domethënë 2 ose 3, po minimumi 2 pjesë pra tek koka, po edhe në mes, po edhe tek këmbët, lidhet me diçka në mënyrë që mos mu shplu dhe mos mu prishë ajo pola e qefinit. Allahu na forcoft ya Rabbel Alamin. Na mundsoft me rome iman qefin. Na mundsoft me shku të barë si qefini ya Rabbel Alamin pa gjunohe. Ata që vdesin e po vdesin për besimtarë e Zoti më shiroft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajde plëcani salat.